إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndrimi qoftë Allahut i cili në librin e tij ka thënë: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ejukum ahsanu amela", që do të thot Allahu është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar juve se cili prej jush jeni me vepër mirë. Vëllezër të nderuar, duke u nis nga ky ajet kuranor, njeriu në jetën e kësaj bote apo njeriu kalon në 4 etapa. Etapa e parë është në barkun e nënës së tij, ndërsa etapa e dytë është në jetën e kësaj bote, pra në jetën e kësaj dynjaje, e cila është vendi i sprovës dhe testimit për të. Dhe etapa e tretë është etapa apo periudha kohore ku do qëndron në varr, wa hum fi barzakhun ila yawmi yub'athun. Dhe thëtë Allahu dhe ata do qëndrojnë në barzakh, pra në periudhën në mes së vdekjes dhe ringjalljes deri në ditën e ringjalljes. Dhe etapa e katërt dhe e fundit është etapa në të cilën do kalon në xhenetet e Allahut ose në xhehenemin e Allahut. Allahu na bau prej xhenetlive dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Padyshim se këto 2 etapat e para njeriu i kalon këtë dynja, ndërsa etapën e tretë dhe etapën tjetër e pret pas vdekjes dhe e pret pra bota e ahiretit, e cila do vijë një ditë për ta. Dhe padyshim vëllezër të nderuar se njeriu për të kaluar në botën e ahiretit dhe për të kaluar në botën tjetër, patjetër që duhet të futet në një derë, apo duhet të futet në një rrugë, dhe kjo rrugë që e çon te kjo derë quhet vdekja. Pra patjetër që ai duhet ta shijë vdekjen për të kaluar në botën tjetër dhe për të kaluar tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", thot çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Nuk po thot Allahu çdo shpirt do të vdes, mirë po do ta shijoj vdekjen, ashtu si shijohet buka, ashtu si shijohet uji, ashtu si që shijon gjërat e mira, një ashtu dhe vdekja do shijohet. Pra kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijoj vdekjen. A do përfundon çdo gjë me vdekjen? Kurse si wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, edhe shpërblimet e asaj se çfarë vepruan në dynja, thot Allahu do i merrni në botën tjetër. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Dhe kush do që shpëton nga zjarri, Allahu na bëu prej tyre dhe hyn në xhenet. Atëherë Allahu subhanahu wa taala thot ky është ai i cili ka fitu. Ky është ai i cili ka arrit me dal fitimtar në botën tjetër. Wa mal hayatu dunya
illa mata'ul ghurur. Dhe thot Allahu, dhe mos harroni se jeta asaj bote është vetëm një përjetim mashtrues dhe është një kënaqësi kalimtare e cila kalon shumë shpejt dhe e cila një ditë do është munda prej sajna, siç ka ardhur në transmetim nga Aliu radiallahu ta'ala anhu tek Taberiu se Gjibrili alayhi salam ka zbrit dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Muhammed, o Muhammed, o i dërguar Allahut, duje kanë dush, dije që një ditë do të mundoh prej tina, dhe do të me kaluë në botën tjetër. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: Udhkuru hadhim al-ladhat, thot kujtani shpesh atë që është katërën kënaqësitë e jetës saj bote. Pra kujtani atë e cila ju ndon një ditë për jetës saj bote, edhe t'i kput shpresat për jetës saj bote, edhe të ndon me të dashrit e tue, ndon me prindrit e tu, ndon me bashkëshortën tënde, ndon me vladet e tu. Prandaj kujtaje se aja për neve mundet me konë shumë afer, edhe vdekja është aja që dëshia çdo krijesë, pa marrë parasysh sa është e madhe, pa marrë parasysh a është qytetar, a është fshatar, pa marrë parasysh a është i bardh, a është i zi, pa marrë parasysh pozita ati në këtë dynja, a është mbret, a është drejtar, a është minister, pa marrë parasysh vëllezër të nderuar, vdekja një ditë ka me nxorr secilin njerëje. Prandaj Allahu azza wa jalla thot: Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Thot çdo shpirt do ta shijoj vdekjen, pastaj tek ne keni për të kthyer. Prandaj vëllezër të nderuar, me gjithë këto ajete dhe hadithe që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajetet që kanë ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala, ai që vështron gjendjen tonë sot dhe jetën tonë se si jemi duke kaluar, e sheh vëllezër të nderuar se sa gafil dhe se sa të pakujdesshëm jemi bërë nga vdekja dhe përkujtimi i saj. Ai dërguari sallallahu alaihi wasallam po na porosit që mos me harrue dhe me kujtue shpesh vdekjen. Pra jemi bërë gafil dhe të pakujdesshëm, jemi të pavëmendshëm ndaj kësaj krijese që një ditë ka me shijue secili njerëje. A thu vëllezër të nderuar, pse kena ardhur në këtë gjendje? Kanë thënë dietar për disa arsye. E para, dashuria madhe ndaj jetës saj bote dhe këmbgulja në të dhe mendimi se kur s'kena me dalë për jetës së kësaj bote. Kjo për shkaqeve të para. E dyta, pakujdesia ndaj ahiretit, pakujdesia ndaj asaj se çka është duke ardhur dhe çka është duke të pritur, dhe mos përgatitja për ditën e ahiretit, mos përgatitja për takimin me Allahun subhanahu wa taala. I ka bo njerëzit e harrojnë vdekjen. Mirë po edhe pse ne harrojnë vdekjen, vdekja nuk të harrën tyje. Edhe pse ti mundesh mu zgjuhe me projekte madhështore në ditën e sotshme, akshami mundet me nxo prej banorëve të varrit. Akshami mundet me nxo prej banorëve të ahiretit, vllai dashur musliman. Prandaj vëllezër të nderuar, me përkujtimin e vdekjes nuk do të thotë që njeriu më u izolue, edhe me u trishtue, edhe Allahu na rujt me u largu prej veprave të mira, ose me pas mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala, ose mu largue për njerëzve dhe me lanë punën e kësaj dynjaje, ose Allahu na rujt me lujt shejtani me te dhe me fut në mendimet e këqija për Allahun xhela wala, ose për jetën dhe qëllimin për që na është krijuar. Mirë po për kujtimi i vdekjes duhet të na jap një mësim shumë të rëndësishëm. A që është se në momentin që vjen vdekja, atëherë ty të ndon prej veprave të mira, edhe më nuk e ki mundësin për me bën veprat e hajrit, nuk t'japet më shanca me punu për xhenet, atë të cilën e ke punu dhe ke veprue, me atë bagazh do shkosh te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, për kujtimi i drejtë i vdekjes, vëllezër të nderuar, është që ti të shtosh veprat e mira në të, dhe ti të punosh për ahiretin tënd, dhe ti të punosh në bashkën tënde në këtë dynja,
nga se si thot Aliu radiallahu anhu, kjo dynja është bashkë. Ato që e mbjellën këtë dynja do karësh në botën tjetër. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, kur njeriu nuk e përkujton vdekjen, kur njeriu e harron vdekjen dhe takimin me Allahun subhanahu wa taala, ai bëhet dëmbel. E në veçanti pas shtyllës më madhore, pas shahadetit që vjen namazi, pra e shes se si është braktisë si namazit. E le namazin të Allah subhanahu wa taala nuk e fal. Tregohet për tas ndaj namazit, edhe nuk i fal 5 kohët, a namazi është shtylla më madhore pas dëshmisë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe një herë të gjëja e parë që kam u pyet robin e ditën e gjykimit. Prandaj namazi është lidhja e robit me Allahun subhanahu wa taala. Takimi me Allahun subhanahu wa taala, ashtu që është takosh 5 herë në ditë me Allahun, ta kujto namazin se do vjet dita shpejt kur do dilesh për Allahun subhanahu wa taala, për të shpërblyer për atë që ke vepruar ose për të ndëshkuar për atë që ke punuar në jetën e kësaj bote. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thuaj vdekjes nga e cila po ikni dhe po ruhni, po shkoni te mjeki, po i përdorni ilaçet, po mundoni me vënu atë, thot padyshim që ai një ditë kom ju arrit. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada. Pastaj do ktheheni tek ai që e din të dukshmën dhe të padukshmën. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dhe do ju njoftoj për gjithë ato që i punuat në jetën e asaj bote. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu: "Einama takunu yudrikumul maut." Kudo që jeni, ka do që shkoni, vdekja një ditë do t'ju arrin. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Edhe nëse shkoni dhe strehoni në fortifikatat më të forta dhe kështjellat më të fortifikuara, padyshim që për vdekjen ato nuk janë pengesa dhe për melasjen e vdekjes. Dhe gjithashtu thot Allahu azza wa jall duke tregu për afatin e njerëzve, thot: "Wa li kulli ummatin ajal." Dhe se cili njeri e ka afatin e caktuar, e gjelin se kur ka me dal nga jeta kësaj bote, fe idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dhe kur të vjen momenti i vdekjes, atëra ai as nuk ngutet më herët, po as nuk vanohet për ndonjë çast. Pra nuk vanohet e gjelit e Allahu subhanahu wa taala. Vjen në kohë të caktuar, vjen në ditë të caktuar, vjen në orë të caktuar dhe minutë të caktuar, dhe në çastin e caktuar kur Allahu subhanahu wa taala ka caktuar. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala gjithashtu në Kur'an: "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dhe agonia e vdekjes i vjen njeriu duke ja shpalos vërtetën, pra duke ja mundësuar që t'i sheh melasjet e botës tjetër, edhe duke ja mundësuar që ta sheh botën tjetër. Dhalika ma kunta minhu tahid. Dhe kjo është ajo për secilin si ke ikur, kjo është ajo për secilin si ikje dhe mundosh ta shtysh atë. Prandaj Allahu azza wa jalla thot në ajetin tjetër: "Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Dhe ne tash e larguam perdën prej teje dhe shikimi jot është tash i mpret. Pra shikimi jot është i mpret ndaj botës tjetër, këtë botë të cilën e ke pas obligim me besue si botë e gajbit, tash bëhet realitet, tash e sheh, tash fillon me u pendue dhe mu kthy në jetën e kësaj bote. Dhalika ma kunta minhu tahid. Kjo është ajo për se cilës ti ke ikur në jetën e kësaj bote. Prandaj vëllezër të nderuar, të përgatitemi për këtë ditë, të përgatitemi për Allahun subhanahu wa taala, dhe dije se njeriu në momentin që vjen këtë dynja, ai zbret në 2 stacione. Stacioni i parë është djepi, dhe stacioni i dytë është varri. Dhe prej djepi deri tek varri është destinacioni i udhëtimit. Dikush 30 vjet, e dikush 50 vjet, e dikush 60 vjet, e dikush më shumë, e dikush më pak. Mirë po që ky udhëtim çon te Allahu subhanahu wa taala, ky udhëtim të dërgon të krijuesi, të kaj që duhesh me dashme së shumti në jetën e kësaj bote. Mirë po, në këtë udhëtim ka dhe pengesa, dhe ata që pengojnë janë shejtant, që ofshin për njerëzve apo për gjinve, të cilët mundohen me ta pengu udhëtimin, edhe mundohen me të largu për islamit, mundohen me të largu për namazit, mundohen me të largu për xhamiz,
mundohen me të largu për dijes së Kur'anit, mundohen me të largu për mësimit e fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ama meditoje mirë, nga se është një udhëtim i vetëm, nuk ka më kthim rapa në këtë dynja, përveç në ditën e ringjalljes. Dhe nëse humb këtë udhëtim rrugën te Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë Allahu na ruaj do bësh lan djegse e xhenemit dhe do futën në xhenem me shoqërinë e shejtanit të mallkuar. Prandaj meditoje këtë shembull që e kanë sjell dietarët në mënyrë që mos e largohemi nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun azza wa jall që Allahut na mundson me kujtu e vdekjen dhe mu pregadit për vdekjen dhe mu pregadit për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun azza wa jall që Allahut na bën nga ata që me përkujtimin e vdekjes i shtojnë veprat e mira, e shtojnë pendimin dhe i kërkojnë Allahut subhanahu wa ta'ala që t'ja mundson përfundimin e mirë në jetën e kësaj bote dhe të dalin të penduar dhe të dalin në kënaqësinë dhe razinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Padyshim vëllezër të nderuar që në kujtimin e vdekjes ka dobi madhore. Prej tyre njeriu shpejton e pendim. E Allahu xhallahu ala i don ata të cilët pendohen. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. E dyta vëllezër të nderuar, në kujtimin e vdekjes, njeriu nuk këmbgul në mëkate, dhe kjo është hajër dhe mirësi për robin, për arsye se ai i cili e din që ka me vdek, shpejton e pendim, shpejton tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe tërhiqet nga mëkatet të cilat i vepron në jetën e kësaj bote. E treta, vëllezër të nderuar, nga frytet dhe dobitë për kujtimit e vdekjes, është se besimtari dhe robi kënaqet me gjendjen e të cilën është. Pra nëse Allahu azza wa jalla ka sprovue, ai tregohet i durueshëm, dhe nëse Allahu xhelalu ala i jep mira, atëherë falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë ja Rasulullah, men khairun nasi, kush është njeriu më i mirë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tha ai i cili jeton gjatë edhe i shton veprat e mira. Prandaj besimtari duhet i shton veprat e mira në ymrin e tij të cilin ka mbetur dhe të përgatitet për Allahut subhanahu wa ta'ala dhe t'i kapet pendimit dhe veprat e mira dhe mos këmbgul në gjunohe dhe mëkate, nga sa ato kanë pasoja dhe ato të bëjnë që me dështu në momentin mas shumë të kur ki nevoj për ndimin e Allahut, pra në agoninë e vdekjes. Prandaj lusë Allahun azza wa jall, që Allahu na bën nga ata të cilët pendohen dhe kthehen tek Allahu subhanahu wa ta'ala me pendim të sinqert. Dhe lusë Allahun azza wa jall, që Allahu mos na bën nga ata të cilët këmbgulin në mëkate. Dhe lusë Allahun azza wa jall, që kjo pjesë e ymrit që ne ka mbetur, Allahu azza wa jall na mundson që të shtojmë veprat e mira, veprat e dashura te Allahu subhanahu wa ta'ala, veprat e cilat na lartësojnë pozitën në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun azza wa jall që Allahut na mundson me pas përfundimin e mirë në jetën e kësaj bote. E lusë Allahun azza wa jall që Allahut na mundson me jetu me Islam dhe me vdek me Islam dhe morin gjallë me Islam para Allahut. Dhe lusë Allahun azza wa jall që mos dalim nga kjo botë vetëm se të penduar dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na mundsoj që më marr për kujtim nga vdekja dhe më përgatit për të, dhe Allahu na bëft nga robërit e tij të dashur, dhe lutem Allahun azza wa jall se Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, në veçanti ata që janë në Gaza dhe Liban, dhe t'i shkatron Allahu azza wa jall jahudit dhe armiqtë e muslimanëve kudo që janë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون